Rreth 2 javë më parë, disa fshatra në njësinë administrative Guri i Ziu përmbytën si shkak i rreshjeve me intensitet të lartë që përfshin këtë zonë. Banorët thonë se vërshimi i ujit nga përrejt malor shkaktoi dëme kryesisht në bujqësi, ndërkohë banorët kërkojnë që të ketë një ndërhyrje më të gjerë për pastrimin e kanaleve, pasi nuk janë të pastruar plotësisht. Ka shumë keq ka kënë situata. Prej ku vite uji? Uji prinelt të në ujnat, grumullohen edhe blokkohen këtu të ura, të na meteorinet e gjonat. Shokove bon, kërkush s'ka që i ben. Po t'i bo më ro shumë, prep bëhet një e punë. Ta hinë për toka ka bo dam, rrugë t'i ka qartë. Ata s'pason, s'janë pasu të shi 10 vjetë më. Kanalet zmohet fjallë, futet në përara më shumë. Shkena pastrime kanalet, s'kena gjohë hiq, as t'i gjohë. Keni pas probleme para 10 ditë që ka ra shi? Shumë. Kena pas probleme. Kena pas probleme në mos bile. Ndërsa firma e mirëmbajtjes së rrugëve vjen të jetë në terren duke bërë të mundur pastrimin nga inertet dhe mbajtjen e tij aksi në kushte optimale. Kjo në fakt është shumë e rëndësishme për arsye se nga rënja e shpeshtë e qirave të mbyrë nolti bllokohet rruga edhe bllokohen kanalet edhe ne vazhdimisht jena përpjek në mënyrë të vazhdueshme që me majt në gjendje optimale që mos me pas probleme në qarkullimin e mjeteve në rrugë. Për momentin është mirë, nuk kena ndonjë problem, thjesht po pastrojmë disa vende ku ka ujë në rrugë, tu i largu edhe ku ka ndonjë problem të vogël më shumë, tu i largu ujë nga rruga, tu i hek inerte që kanë meta gjatë kësaj periudhë që ka kanë, se edhe koha me thonë drejtën s'na ka favorizuar shumë se ka ra në mënyrë të vazhdueshme shi edhe na kanë met në vend, kështu që po merrna me largimin e këtyre inerteve nga pjesa e asfaltit. Fshati Joban dhe Guri i Ziu përfshin nga përmbytjet e fundit, ndërsa problem pati edhe në segmentin kryesor ku prurjet e përrejve vështirësuan edhe lëvizjet e automjeteve në këtë aks.